të qetë në pushimin e tyre liderët politik, përfshirë zotin Kurti, zotin Krasniqi, zotin Abdi Gjiku e zotin Haradinaj, e ata të fillojnë punën edhe të kryjnë obligimet edhe të zbatojnë këto premtimet që ju kanë dhënë qytetarëve të Kosovës. Kudo që të shkon në Kosovë, nuk është që është duke përparuar shumë rrugë, duke u rregulluar diçka, pra çast shumë ka nevojë për punë që kryetarët e komunave duhet t'i lënë qysh dje është dashur t'i lënë këto dallime dhe këto ngarkesa, natyrshëm duke përjashtuar Mitrovicën edhe duke u zgjidhur ai problem. E përmendi kolegu që tha gabim teknik, në procese të tilla kaq të ndihshme, edhe gabimet teknike kthehen në gabime përmbajtësore. Andaj institucionet që organizojnë procesin elektorale duhet kenë kujdes nga këto gabime teknike, sepse një gabim teknik, nëse kur gjë nuk ka bë, e ka dëmtuar çaq shumë procesin elektoral në sytë e publikut. Besueshmëria e njerëzve në këto institucione për çdo ditë po zbehet pikërisht për shkak të aktorëve kryesor të partive politike, për shkak të vet kryeministrit, për shkak të vet kryetarëve të partive, sepse nuk arrin me u marr vesh, para mendojnë 25 vjet pas luftës, marrëveshja, kompromisi, dialogu nuk janë në tavolinë ndërmjet shqiptarëve, pra është e pabesueshme që këta lider politik ku e kanë sjell vendin, duke nisur pej të parit që është kryepërgjegjësi, por nuk janë pa përgjegjësi as liderët e tjerë. Pra kryepërgjegjësin këtë vend, njeriu që e ka marrë 42% të votave elektorale, i ka dhënë vetës një farë pushimi 8 mujor, edhe ka pas kohë të mjaftueshme me nejtë me flajt edhe në Mitrovic, ka pas zoti Krasniqi me nejtë edhe me flajt edhe në Prizren edhe atje edhe zoti Abdi Gjiku, pra një klasë komplet e papërgjegjshme politike, një klasë komplet në keq funksion të shtetit, një klasë e cila nuk e ndjen përgjegjësinë që ata nuk janë votu për me e rënu kundërshtarin, po janë votu pikërisht për të arritur një marrëveshje, një kompromis. Unë edhe procesin elektoral në shumicën e komunave e shoh që të pjekurin politike të qytetarëve të Kosovës, që kërkujt nuk ja japin mundësinë që të qeverisi vetëm. Pra Kosova është vend demokratik, sistemi demokratik nuk e lejon, ose edhe sistemi jonë është i krijuar që mos me mujt veç një parti me ndërtu komplet institucionet, por që me pas më shumë pluralitet, më shumë mendime, edhe me pas marrëveshje. E njëjta rezultat është përsërit edhe në garën komunale, sidomos në për asamblejë komunale, që kryetarët e komunave i obligon që të ulen, të bëjnë kompromise, edhe të arrijnë marrëveshje, të bashkëpunojnë, por jo për të mirën e liderit, për të mirën e vetës ose të kompanisë tyre, por për të mirën e asaj që janë zgjedhur për ata që kanë fituar besimin e tyre. Pikërisht. Zotri Aliaj, besoni, sepse në anën tjetër pra përballemi ende me një ngërç të institucioneve, situata vazhdon të jetë e njëjtë, kanë mbetur edhe 9 që Glauku Njofca